Dy ditësh kryeministri u kujtua që ekzistojnë shqiptarët dhe mblodhi kabinetin qeveritar dhe kërkoi të dilni në terren dhe të pyesnin çfarë hallësh kishte ky popull. Po 30 vjet më përpara, ku ishte? Sot u kujtua që ne kemi hallë, sot u kujtua që ky popull po vuan atje ku nuk thuan. Sot fshatrat janë të plakur, nuk ka njerëz. Qytetet e vogla janë të plakura. Shumë shkolla në qytetet e vogla janë të mbyllura. Shumë fëmijë janë që kanë mbetur shumë pak dhe nuk kanë se ku të shkojnë, do të detyrohen nga 2 orë të shkojnë në shkollë. Do t'ju tregoj një episod. Para disa muajsh po udhtoja për Kosovë. 2 fëmijë të vegjël, diku 13 vjeçar, ndaloj makinën dhe i marr se më erdhi keq. Edhe i them, a mësoni në shkollë? Po ç'na duhet shkolla ne, thanë. Si që duhet, i thash, që duhet bëjnë dikush. Jo, thanë, sepse në sa të mbarojmë klasën në 9 do hipim kamionit tikim në Angli. O zot, ishte shumë e tmerrshme. Duke qenë si një nanë që kam fëmijën emigrant, nuk e di, ajo natë mua ka mbetur shumë gjatë dhe nuk po më ikën akoma nga mendja. Se si fëmijët të mendojnë që të ikim. Ej, shqiptar, të gjithë bashkë në çdo cep të ngrihemi dhe të mos e lëm këtë hajdut, këtë krye hajdut që ka kapur të vend dhe nuk po e le. Spakut, i bëjmë thirrje, mos u trem se ke gjithë shqiptarin me vete. Merre dhe arrestoje se meriton burgun. Jo burgu, jo. Se do e mbajmë prap ne me taksa, si shpo paguajmë edhe tani taksa për te. A i do varur litarë njerëz. Atyre u duhet sekuestruar pasuria, u garantoj që me sekuestrimin e pasurisë të këtyre pushtetarëve, pushtave, ne do hanim 5 vjet buka dhe shumë të lumtur. Të gjitha bregdetet janë të privatizuara. Se nuk arriti ky vend të bëj dhe ky vend për që njerëzit të pushojnë, si që është Turqia. Përse unë duhet të çoj lejtë të mia në Turqi, duke qenë se të shkoj të pushoj në vendin tim. Po këto është çdo gjë e privatizuar. Ti nuk guxon do të afrohesh te një vend i privatizuar, as të prekosh makinën, nëse nuk do hash apo nuk do pish aty të harxhosh lekët, të thot ti, thot se është pronë e imja. A i kuptoni ku kem arritur? Në Itali e ishte shezlon që ishin të privatizuar, shkoj edhe ti ulesh aty, firindosje çadrën tënde, nuk të thoshte njëri gjë. Në një moment thash, o zot, mos është edhe këtu si që jemi mësuar në Shqipëri që nuk të le asnjëri, andaj të dashur miq, të oligark, të ndyrësira se të del nga shpirti, të ngrihemi edhe më shumë dhe të mos i lëm, të ulin forë, sepse frikën këta e kanë marrë. Tani Edi Rama ka frikë, ta u lënë balla tur për këtij vendi, ku i erdhi goja dhe ta u ballësër. Keni parë ju kështu apo jo? U bë dhe kyse, si thot një shprehje vjetër popullore, më fali po, qeni aty ku ha bukën, aty le. Edhe ky u bë si këta, po janë turpi Shqipërisë mëre. Po këtë na i përzon fëmijët mëre. E thot Edi Rama, duke edhe ti thot iksi të varrosësh nënën, po ku e leti më ndyrësirë? Po ti e qova i nuk ka letra, se nuk po i priste nëna apo babaj atje t'i vjep të letrat ati. A e ti se mallkimi shqiptarëve ty nuk do t'lëri të mbresh kokë. O njerëz të poshtër, o njerëz pa qak. Bahu nën, mos u mërzit, se t'jem nga Europa.